Sot u mbajt seanca e 4 me radhë për vrasjen e të riut Resul Kahrimani nga Debreshi, por e para, ku morën pjesë edhe 3 të akuzuarit e rastit. Edhe kjo seancë, sikurse 3 të tjerat u anullua pasi që kësaj radhe, të akuzuarit nuk e pranuan akt akuzën me arsyen se e njëjta ju është parashtruar vetëm në gjuhën maqedone dhe nuk e kanë kuptuar. Nga kjo seancë, në gjendje të rënduar shpirtërore dhe emocionale dolën prindërit e viktimës së këtij rasti. Nëna e tashmë të ndjerit Resul Kahrimani kërkon që drejtësia të vihet në vend dhe fajtorët të marrin dënimin maksimal. Du ta di për çish arsye ma kanë vrarë djalin, ma kanë hup dritën e sajnit, ma kanë mshel derën, e ne a ka ligj për të erdhë me kallash të vrasish njerëz për para derës mrenda. A kanë ligj njerëzit mbajnë kallasha na për shpaja pa leje? Ajo insiston se vrasja ka qenë e paramenduar dhe në të njëjtën janë të përfshirë edhe persona të tjerë të cilët vazhdojnë të jenë në liri dhe të paraqesin kërcënim për njerëz të tjerë. E në t'i japin ato shokët që i kam pasë në qere, se e zoja i ka pa 5 persona në qere. Ato 3, unë për qatë arsye dusha t'i pëjti se kuj kini e në ato shokët. Cejlini për mrapat të vadjegin zemrat e në nonave qera si ma dojën mu zemrën. Ma ka nuk dritën e sajnit e mëtër. Një gjallë kisha e në mu ma dha zotin bas 9 vjetëve. Unë e disa komashtu e në të ma vrase dora ative, nuk jam razi. Falje për atë nuk ka. Nuk ka asë dënim ato të përjetë që t'jen. Gjalli e më kalbet në trau, ato në kalbet në dinjo. Razi nuk jom për t'i lishau hiq. Ato e kajmë po me organizim këtë punë. Nuk e kam sot këto të 3 që i rëjnë këto. Për në t'i apin e në këto qerët që jojnë këtone. Konsideron se seancat po shtyen qëllimisht, me justifikime jo reale. Herë për gjoja shkaqe shëndetësore të avokates e herë se s'kan pasur makinë për t'i sjellur të akuzuarit. Seancës së sotme i parapriu një protest me anë të së cilës banorët e Debreshit, miqtë e familjarët e viktimës kërkuan që drejtësia të vihet në vend. Duna drejtësia çkonen në vend. Ina drat mos na vritni prapë për zditi. Le ta mbrejnë drejtësien nona e vete edhe baba e vet, se do vdesim para vakti, barëm le ta shofin drejtësia ku vinë në vend. Se është në shkatrau kjo dhimbja është, e ne duhet drejtësia të vazhdojnë prapë piku ka fillau incidenti. Resul Kahrimani u vra para shtëpisë së vet më 23 korrik të vitit 2024, ndërsa si autor të dyshuar janë BV 28 vjeç, JV 31 vjeç dhe LV 32. Seanca e radhës u vendos të mbahet më 14 prill 2025.